nga kursi i gatshëm për të bërë dhurata. Po, por ndërkohë që turi ishin në kurs, unë paketova dhuratën e parë. Jo, unë nervozova shumë. Ne në fakt nuk e menduam të regjistronim paketimin e dhuratave, të dhuratave të shkollës flas. Por tham se jo, por një paketuam gjithsesi ne do paketojmë gjërat që ngelën. Atëherë po fillojmë nga kartolinat. Këto janë dy kartolina që Arturi ka bërë vet. Këtu është një pemë dhe hapet talam. Dhe shikoj imagjinate Arturit, ta afroj pak. Këtu është një babagjysh. Këtu është Turi me shokun e tij. Dhe këtu do më çon para çon babagjyshi dhe në këtu. Dhe këtu është një dedikim po ashtu dhe këtu. Ndërsa po, për shoqen kam bërë disa vizatime, një babagjysh, pemë, dhurata. Kam shkruar gëzuar vitin e ri. Me gëzuar vitin e ri, sa letër bukur ka këtu nga mbrapa. Atëherë fillojmë. Bluzet janë këtu mos gaboj. Po, bluzet janë. Atëherë, do fillojmë. Këta janë shive të dën. Do fillojmë dhuratën e shoqes. Hajde. Katerina fillon këtu më një. Tani si ta presim këtë, si ta vendosim. Letrën e morëm të kuqen. Në fakt ishte edhe një opsion që ne mund t'i paketonim në dyqan kur i blem, po kam qef unë t'i vetë. Ne gjithmonë e kemi pasur traditë që t'i bënim vetë, pse jo, kalojmë dhe kohë së bashku. Atëherë çfarë do bëjmë? Kemi marrë një blok. Ky është në ato bloke që janë për organizim, që mund të shkruash disa gjëra, ke dhe këto fletët ndahen, shënimet. Shënime e muajt bashkë. Si ta ndajmë këtë letrën? Po mendoj ta ndaj njërë kështu. Jo, mos e nduam, ta bëjmë mos e ndaj. Ose ta bëjmë kështu. Do marrim letrën, do ta bashkojmë edhe do t'ja hedhim sipër edhe ajo që del tepër, sa mban këtu do ta presim. Po, na që është fletë shumë e madhe, është ta presim njërë më dysh dhe improvizojmë. Jo, kështu prite njërë deri këtu. Jo, kështu, shumë gjemane. Në s'kemi mësim përës. Po, sot Arturi po gëzon. Dhe ka Arturi mësuesi organizoi që secili të bënte një dhuratë simbolike për një shok. Dhe bëri gjën më të mirë, vendosi emrat nëpër letrat, nuk janë ato letrat si me vrim, dhe secili, që mos i ngelesh asa 3 fëmijëve ose ku ta di unë, vendosi që secili të zgjidhte letrën. Secili të zgjidhte një letër dhe Arturi t'i qelloi. Ja, mami, mendoj kështu. Ta presim deri këtu. E kupton? Ta presim. Po, patjetër, nisi këtu. Ja, e ka vënë vetë. Dhe secili të zgjidhte një letër dhe të bënte dhuratë. Arturi t'i qelloi një shoqe. Shoqja. Ndala? Na bash. Tu, drejt. Na bash. Qëtëso, se keme ngut. Ora 11 dhe kështu. O, kemi kohë plot. Prit. Dhe gjithsesi mund të mungoni dhe bërat e ujit. Çokolata për ëmbëlsi. Ka pëngjicin. Ka pëngjicin. Dhe këtu këta? Mund të mungojnë çokolatat. Dhe. Nëse shoqja e Turit e kishte preferuar çokoladë unëm. Lata është për shokun. Se ka marrë sekret. Si ta bëjmë kështu? Prit, jam agent sekret me mëse. Ti mami begatin gjitha që dhe mos të vonohemi. Mos na veti më të shkop. Në fakt, neve si familje kemi vite që organizojmë dhurata. Dhe, siç e thash, neve çdo vit kemi bërë dhurata njëri tjetrit në familje, por është herë e parë që ne bëjmë dhurata për shokët e klasës. Për shokët e mi kam bërë, unë rajt i kam bërë 100 euro. Se kam shok. Blok. Dhe
Vetëm se në gosë, pa da kisha marrë. Shtore. Duan. Të namë. Po, bëj ti në gjitha. Disa të arëgjore. Gjithat nuk janë kur të tepër. Dhe ne gjithmonë kemi bërë për familjarët. Këtë vit është viti i parë që ne bëjmë për të klasës dhe është gjëja më e mirë që kena bë. S'kena. Sepse janë fëmijë dhe gëzojnë. Do mamë. Jo, po mendoj si ta vendos të letrën, utova fare, u trasha. Dhe di ku gabova, ku qalova. Gjithsesi, po e rregulloj kështu. Bëjnë që të bërë. Atë më do t'ja bëjnë. Atë më do. Me letrën dhe... Kjo dërgimi i kartolinave të klasës këtë vit, më kujtoj, nuk e mbaj mend specifikisht, kur kam qenë diku tek klase 4, vendosëm gjithë nga 1500 lekë të vjetra dhe mësuesja na vreu të gjitha nga një dhuratë me atë çmim. I paketoj dhe kur qelloj si thonë ditë e fundit, pe apo më mëson Arturi, na i shpërndau. Maj mend më ka shëduar, nuk e di, a një lodër blu, nuk e mbaj mend mirë me detaje, por që jam djerë super e lumtur. E mora dhuratën! Kam rajt me vrap në shtëpi, ne mbaja gjithë kohën. Turi, kur ka qenë i vogël ka kërkuar Spider-Man ishte në vitin e dytë. Pastaj kërkonte makina me telekomandë. Ka qenë një vit që kërkonte vetëm avion me telekomandë, dron, ka qenë dron. Edhe po, të gjithë gjyshit ta i blinin dronë, nuk bënja 3 drona Arturit. Por Arturi është si fëmijë, është fëmijë që i mban shumë lodra. I ka të gjitha, ndonjë ditë do i tregoj të gjitha lodrat e Arturit kur ka qenë i vogël, ka ato rocket. Edhe ka qenë, është dhe fëmijë shumë i mbar dhe tani. Të bëjmë Ne e paketuam, por që këtu do vendosim dhe shiritin, si që kemi vendosur dhe... Kështrës. Jo, po ke plot. Unë të ditë. Jo, në shirita i morëm me jetë dhe kemi goxha shumë. Kjo tani këtu. Pastaj kaloj tek... Qa kalove? Qa dhurata është preferohet të tjera së majmën për momentin? Go. Ku ta kështë? Ka kalu PlayStation, ka kalu pastaj tani është bëja. Tani Arturi është në fazën e kostumeve, parfumeve, uricuni. E Son Gokus. E këputi. Lene, bëj ato, bëj. Bëj gjithësat, kjo është punë për ty. Ma e pak atë tjetrën, kaqurelen. Le. I vend të hend që e braun për prov ditë. Po pse e këpute, Marbir? Ashtu. Bëj gjitha se më duhen shumë gjitha. Unë s'kam bërë shumë.
Nuk e di si festoj. Duhet me kusher. Jo, sa e bukur doli? Ta-dam! U bën dhurata, 2 dhurata. Tani jemi te dhurata e tretë. Për sot. Për sot është e fundit, po. Për nesër. 10 ka qenë vit i ri më me shumë dhurata. Jo më shumë dhurata që kemi pasur, sepse në numër jemi po njësoj persona flas, por që ka qenë më pakot më dhaja se ka pas vjet është mbush gjithë shtëpia këtu dhe pse shtëpia e madhe është mbush goxha dhe na e qeshura që wow, çka kemi bërë, vetëm qeshëm ha me të madhe. Por ne kemi traditë që dhuratat ne i bëjmë, i paketojmë, festojmë vitin e ri dhe shikojmë dhe fishe zjarre dhe fiks në orën, si thonë, 00 pasi kemi 12 pasi kemi shijuar edhe fishe zjarre, e nisim vitin e ri. Pse jo ta nisim me gjëra të reja? Me një gosti fantësh. Po, gosti, po, kur e ka të fante vetë. Dhe hapim dhuratat. Mundësisht të shpjejmë, kështë shpjejmë më shpejt. Unë në shjeva i pak. Kemi dhe blokun tjetër që është me që është kjo, me Sony? Po, me Sony. Soniku, Po, më pëlqente kjo ideja e të dhuruarit lodra, gjëra, mendoj si kukla, gjëra që apo dhuronin. Nuk e di, jam ide të këto dhurata, duhet t'jem dhurata që t'jem funksionale, që fëmijët të t'i marrin, t'i lënë syrtar ose vënd e pa vënd, t'i përdorin. Edhe sa që t'i përdorin, ta kujtojnë Arturin ose dikë tjetër po ashtu. Tani. Vendose? Tani. Këta, atër i vendosëm, e vendosëm çokoladën? Po. Tani. Bëra ti vendosëm këtu? Po, dërdi. A më gjithë mami? Këtu, po, zemra mami. Kam shumë më Bravo. Vendosen gjitësin tjetër këtu? Ndërkohë që vajta po i blija, po shikoj shumë prindër që i paketonin në supermarket. në për supermarkete, në për kancelarira, dyqane që ishin specifik për paketuar dhurata. Më duket në moment shumë i këndshëm, paketojmë vetë, i bëjmë të gjitha vetë. Më pëlqen kjo ide, domethënë. Nuk jam shumë tek gjërat që janë krejtësisht të gatshme, madje Arturi e kishte si fidim, e kishte lëndë që duhet ta bënte në mësim, t'i bëni kartolina shokëve. Dhe shokëve të klasës. Sa ti që në ranë, unë ja bëra dhe nga, sepse kam shumë të bursë. Por nuk e di, unë vlerësoj gjërat që janë kartolina, nuk jam shumë tek. Okej, të dhuratat jam, madje unë jam me para që gëzoj, jam ai kalamani, Peter Pan i shtëpisë. Por që jam tepër te dhuratat, do vlerësoja shumë ndoj dedikim. Dedikim për Arturin. Dhurata, ja do të cilësoj me qëra fjala, dhurata më e bukur që unë kam marrë ndër vite që ne e kemi si traditë që bëjmë dhurata, ka qenë 10. U kam marrë një bluzë të personalizuar. Ka qenë bluzë shumë e thjeshtë, pambuk, me krap shkurtra, por që kishte detaje që lidheshin me jetën time. Dhe kam qenë, madje ja them ndonjëherë me shaka këtu zemër. Ja them ndonjëherë me shaka familjarëve të mi që sa do të bëni dhurata tani ndër vite, ajo është si thon. Ato dhurat nuk keni për ta bërë ndonjë kur, domethënë dhurat me aq emocione sa s'ka qenë ajo vjet. Do ta bëjmë. Këtë vit i kam kërkuar gjëra, më blini gjëra vetëm për shtëpi. Nuk kam kërkuar si herët e tjera që kam dëshirë këtë, kam dëshirë atë. Këtë vit kam dashur vetëm gjëra për shtëpi. Gjithë për shtëpini ka thënë gjyshës, po pizza gjyshë. Po, blini për gjëra për shtëpi, funksionale, por çfarë të doni, çfarë të dëshironi. Besoj se mjafton kaq.
Mjafton. Nuk na vjen. Po, vendos në një ku dush. Vendosim dhe letrën. Mendimin tim ta bëjmë një. Po, mjafton sepse nuk duhet të jenë shumë gjica, mendoj. Tani. Hape? Super fare. Dale? Që ne po e regjistrojmë paketimin e dhuratave, Po kur ta shohim shokët, por nuk kemi ndërmend ta publikojmë tani, se kur nuk e kemi. Sepse i bie do t'i shohim. Dhe mos kisha plan fare një herë të regjistroja, po Arturi ma kujtoi. ku e bën? Qa mund ti moj më tha mua? Ku vete ti kështu? Do bëj Pse lidhje. more? Do bëj lidhje moj. Dhe unë si qisha tani në shtëpi. Do të gjë më kësaj. Ka gjendore të jeta. Kjo është bruata më e madhe që i kem dhe shokët. I bëjmë dhe me gërshërë të dalin këto fjetë si ka qurele, shumë të bukura. Dhe ta presma me këtë. Në fakt këto ishin shpejt paketimet. Kjo ishte kujt mam? Super fare. Dhe po Ai ishte shokët. po, dhe po mendoj Ja fusim kështu. që ti vendosim, jo nuk i nxëka. I ke vënë gjithë. Po, nuk i nxë. S'ka gjë më jepja kështu, pa problem. Jo. I çak në gjithë. Vajtëm të blimim paketimet, letrat, vura, veshën dhe disa kartolina që kanë qenë dikur, në ato me baba gjysha, më duket kanë qenë ato. Ka qenë keq, atëherë nuk e di çfarë ishte ajo. Sport, do t'i keq që themi neve. WWE. Kjo që do turi. Gjasin. Po, edhe më ka ndërguar tani isha e periudha që kishim qef atë Re Misterio, mos ka bëj. Misteri. Dërgonin kartolina të tilla dhe kush merrte kartolina me Re Misterio ishte njeriu fëmia më i lumtur në botë. Shiko sa emocion kur shohim këto kartolina që kishim dikur. Dhe turit do filloj të shkoj kartolinat për shokët.
Atëre, çunat kanë dalë edhe mua më duhet me vrap që të paketoj dhuratat që kam ble për ta. Jam detyruar që t'i ble pak fshehura zi që ata mos t'i kuptojnë dhe ja kam arritur. Këtu kemi marrë paketime. Unë kam marrë rreth 7 metra letra. Kështu. Unë paketojmë edhe vetë me këtë. Dhe kështu. Ka marrë nga ky letra e trash. Dhe duhet t'i paketojmë në kohë rekord para se të vinë edhe të shohin dhuratat, se nuk do quhet më surprizë. Atëherë shpejt e shpejt të fillojmë me paketimet. Sa shumë është këtu. Të fillojmë. Okej, unë kam edhe pak letër të mbetur nga zbukurimet që bëm për dhuratat e shkollës, të miqve të Arturit. I marrim, do ju tregoj me vrap se çfarë kam bler dhe t'i paketojmë shpejt para se çuna të vinë dhe të zbuloj surprizat. Atëherë unë po e nis me këtë parfumin, që është nga Bershka. Kishte super, nuk e di duket. Kishte super aromë. Po ja, tregoj shpejt e t'i paketoj me vrap para se të më vinë në shtëpi. Mora këtë xhupin për Turin. Turi kishte shumë kohë që thoshte duajnë xhup të verdh. Dhe gjithmonë sa herë që shifte thoshte dua të verdh, ne ja blem blu. Edhe i kishte ngelur kjo. Unë i mora këtë. Është super. Më pëlqeu jashtëmase dhe do ta paketoj. Fillojmë me sa kam vujt. Dhe që do ta tregoj për më vonë. Morëm dhe një komplet, po e tregoj shpejt sepse do ketë një video tjetër kur të hapim pakot dhe do i tregoj të gjitha me radhë. Ky është një kostum Adidas për babin. Edhe është më pëlqen sepse nuk është si ato imitimet, është origjinal. Këtu. Dhe dhuratat për të cilët mami jona është munduar kaq shumë. E kemi këtu. Për këtë, Arturi kërkonte një fanell futbolli, duke qenë se luan dhe futboll, dhe ta kishte me mbiemrin e tij. Rapa e mbiemri. Por nuk kishte, problemi ishte që këta që stampojmë në përgjithësi këto fanellat janë shumë të rrallë, paktën në Tiranë. Dhe kam vojtur t'i kërkoja. Në vendet që vajta më thanë që duhet bler kostumin më vete dhe pastaj të personalizohej. E bleva kostumin, por nuk ta merrte njëri sipër për ta bërë. Dhe janë këto me numrin 7 ku është këma dhe me ekipin. Ja, fix. Ja, tregoj shumë shpejt se mund të vinë, unë duhet i paketoj urgjent. Numri 7. Fillojmë tani nga puna, shpejt i paketojmë para se të vinë çunat dhe të shohin dhuratat që kanë. Kjo është një pjesë e dhuratave. Pjesën tjetër ne kemi vendosur te pema. Do të thënë, prap janë 10% të dhuratave, se do marrin edhe nga gjyshri, do të thënë do jetë një pump dhuratash. Gjithsesi unë do paketoj dhuratat që unë personalisht kam bërë dhe shpejt para se të më vinë dhe të më kapin matë. Arovat ja tregoja, vajta tani e mora. Kjo ishte një këmish
që unë I mora Vjerit, edhe më pëlqeu shumë materiali se ishte material lino. Dhe si kjo këmisha ka pasur fiks kunati im. Dhe sa po e pash më kujtua këmisha e kunatit edhe thash, pa diskutim këtë do ta marr me vrap. Më pëlqeu, kishte super material. Dhe po mendoj të fus një kurose shpejt që kur ta hapi ta ketë paketuar mirë. Apo jo, s'ka nevojë mendoj. Jo, besoj se jo, vetëm se do bëj diçka. Do pres çmimin te etiketa. Sepse unë etiketën do ta lë, por çmimi bye. E lash. Disa akrilit edhe po mendoj që të bëj një zbukurim tek xhamat e mureve. Tu kemi dhe ne vendosëm drita edhe, për nuk e di s'duket, edhe poshtë, do me thënë të brodura. Shikome qa vjen babi në shtëpi. Unë paketoja dhuratat, babit njëjtë mendje me mamin. Me fishe zjarre.